e cila, si pas mendimit tim, shoqëria nuk bën hapa mbrapa, nuk ecën mbrapa. Sa do që të përpiqemi të ndalojmë ato procese që janë të natyrshme, që janë normale, ato nuk mund të kthehen mbrapa. Profesor, Shqipëria po i ngjan orës me rërë. Po zhdukemi. Tani, dikush që na ndjek edhe thotë, ç'është kjo fjalë, për mua është e frikshme. Do thënë, jo ju thatë 2.4 milion, po për një vend të madh, për një shtet të madh, që ti ikin 1 milion banor në 10 vjet, 20 vjet, nuk është problem, por ne aq jemi. Tani, e para njërë si e ke shpjeguar, si e shpjegon këtë dhe çfarë duhet bërë? Emigracioni në Shqipëri është një plagë sociale e cila po mavioset, po bëhet shumë shqetësuese. Ky është problemi numër 1? Është një nga problemet shqetësuese, sepse është social, është demografik, është nacional, është patriotik, është dhe ekonomik. Pa diskutim ne emigracionin e kemi kaluar gjatë tyre 35 vjetëve me disa dukma, me disa etapa. E para është ajo emigracioni viteve 1990, ku si që dini ishte 91 ishte biblik, i për masave të llaktarshme. Do në 2 korrigo ambasadave, anijet, gomonet, ato anijet e vogla, si që gomonet, po. Mali Gramozit në këmbë, turba. Pra, me të gjitha mjetet u larguan. Dhe ky kishte shpjegim, sepse pas një suste që ishte mbajtur me gozhë të forta, shtrënguara, gozhët u hoqën, ajo u hap, dhe njerëzit filluan të shpërthenin, të iknin për të dalë nga varfëria, nga skëtera, nga mizeria, nga lufte klasave, nga gjithë shka që ishte ajo shoqëri. Kjo ishte plotësisht e kuptueshme, dhe në një farë mënyrë ai emigracion, edhe pse ishte i tillë, në një farë mënyrë u kthye në një favor, sepse ndihmoi familjen shqiptare për të dalë nga varfëria, domethënë remitancat e para ishin, filluan të gjithë të rregullonin banjat. Mirë thon francezët, kultura e një populli duket te banjat dhe te varrezat. Thon francezët e varrezat. Edhe ne me tingullin evropian që kemi nga banjat e filluam. Pse se aty drejtë e mori, aty gatuanim, aty kryenim nevojat personale e gjithçka, pra ishte një institucion, një universal për shqiptarët e para 90-s. Ishte kuzhinë, ishte dush, ishte për të kryer nevojat, kujtëm për çfarë ishte banja. Kështu që filloi, pra ndikuan remitancat e asaj kohe. Ndërkaq që emigracioni po vazhdon. Fakti që vetëm nga censusi i 2011-s dhe censusi i 2023-s ka nikur 400.000. Problemi është që ky emigracion tani më nuk është më gri, pra nuk është më ikje në turm, po është i personalizuar, individualizuar. Shiko, unë nuk jam kundër emigracionit. Është në kohën e sotshme në shoqërinë do mund të jesh kundër emigracionit, se sikën në emigracion. Unë sikën në emigracion sepse e mendova që mund ta kishte të ardhmen edhe në këtë vend. Po mi pse sikën pastaj kur e peq s'ndoli 10 vjet? Po pastaj u rrita, u bërën çiksi mat në moshë dhe besoj që nuk e përballoja dot me emigracionin, sepse duhet Qoftë do ikje, në cilin shtet do shkoje? Besoj në Francë. Francë, pse në Francë? Po nuk e di, ai ishte një dhe që De Gaulle e ka përshkruar aq bukur dhe nuk e di, ai thotë përfituroi si Madonën e bukur e kështu edhe ajo e De Gaullit më ka mbet në mendje për Franca. Plus nga që historinë e Francës e njoh dhe nga kulturë. Jo, po ka një gjë që për filozofët më të shquar të planetit është adeu i filozofisë. Për shembull, sot ti do ta kesh vështirë të më gjesh mua filozof nga vendet e tjera, kurse Franca ka nga Jean-Paul Sartre, ka sot Jean-Paul Sartre, ka Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, ka Michel Foucault, e plot të tjerë që ti përmend se janë shumë, të cilët unë i kam përpir këta filozof të Francës. Kështu që ky afeksioni im më shumë se sa është afeksion i lidhur me vendin apo me mirëqenien apo është i lidhur me profesionin. Jo në Itali domethënë që kishte 2 avalar. Jo. S'pëlqen Italia. As në thënjishin? Jo, as në thënjishin. Jo, nuk kisha ndonjë. Jo. Të kthehemi tek emigracioni. Pra, shiko, kjo ka krijuar shumë probleme. Edhe kjo ka anën e mirë, ka dhe anë. Njëre para njërë që unë jam partizan përsëri tezës liberale, që njeriu nuk është i detyruar që të vdes atje ku ka lindur. Do vdes atje ku të dojë. Ky është parimi themelor i shoqërisë globale. Uroj, inshallah bota s'bën hapa mbrapa dhe vëkufi,
sepse shenjat nuk janë fort të mira ndaj emigracionit. Jean-Claude Juncker ka thënë që shpikja më e shëmtuar që kanë bërë politikanët janë kufit. Kufit. Me shëmtuar? Juncker, po. Po si do kishim shtete pasaj dhe kombet? Po pra, dhe aji po pra shumë bukur thot që kombet mund të jetojnë kështu siç po jetojnë në strukturat bashkuara siç është Bashkimi Evropian apo forma të tjera të kësaj. Por nga ana tjetër, emigracioni po na krijon pasoja. Një nga të divorci që folëm pak përpara është edhe emigracioni. Një pjesë e madhe e familjeve janë prishur për shkak se kanë jetuar larg njëri tjetrit. Dhe dojmos distanca krijon konflikte, paqartësi, keqkuptime, konflikte, grindje dhe ato pastaj çojnë në divorc. Ka krijuar probleme, ikin familja bjen prishet struktura e familjes. Shikoni, po na paksohet tregu i punës. Po na mungojnë, sepse një pjesë e elitës që po ikën sot po krijon vakume serioze. Dhe më vjen keq, duhet ta them, unë e kuptoj atë që është kirurg këtu dhe shkon kirurg në Gjermani, atë që është pedagog universiteti këtu dhe shkon pedagog universiteti në Francë, statusin. Po kjo është çështje karriere, bravo të qoftë. E arritet të intervenosh. Arritet të intervenosh në tregun special të punës sipas profesionit të jap dorën. Po që të ikësh nga pedagog universitetit lash pjata, apo të ikësh nga një profesion tjetër e të bësh rojenate, apo të ikësh nga mjek specialist e të bësh infermieri. Ja, ky është problemi. Dhe këte kanë vetëm shqiptarët sakrifikojnë. Kjo është një tap shpëtimi për të justifikuar veprimin që po tani për fëmijët, çdo me thënë ky abnegacion kaq i madh për fëmijët. Fëmijët kanë jetën e tyre dhe le të çajnë fëmijët në jetë. Ti mund të ndihmosh me atë i duhet të ndihmosh financiarisht, po që ti të lësh profesionin, të lësh karrierën, të lësh projektin personal. Një koleg të tu pedagog që kanë lënë këtu edhe shkojnë lajnë pjatat. Në mos lajnë pjatat, bëjnë punë jashtë profesionit, e përdora metaforikisht, nuk e që lajnë pjatat, se nuk do me thënë, po bëjnë punë të tjera që janë humbasin. Do me thënë, ti jesh dikush i këtu. Dhe të bësh askush i andej, për ndarun këtë nuk e pranoj. Zoti Tushi, megjithatë, ne nga emigrantët kemi dhe shumë të mira dhe duhet ta themi këtë, duhet të jemi mirënjohës. Jo vetëm remitancat që e kanë mbajtur Shqipërinë gjallë në këto 35 vjet, por edhe gjëra të tjera. Shikoj çfarë pyetje do të bëj. Skënderbeu erdhi nga Turqia, nga Stambolli. Ismail Qemali erdhi nga Stambolli. Ahmet Zogu erdhi nga Vjena. Enver Hoxha erdhi nga Franca, po edhe nga Belgjika. Berisha erdhi kishte një përvojë në Francë. Rama nga Franca. Lulzim Basha nga Hollanda. Ramiz Alia bëri një shkollë në Moskë. Pra, liderët që kanë dominuar Shqipërinë në 113 vjet shtet kanë ardhur nga emigracioni. Domethënë kanë ardhur nga jashtë. Dhe pak lider kemi ne all inclusive atë mikun tënd pas kemi, vetëm Fatosano ngelet që gjithçka e ka pas këtu ai, se ai su shkollua jashtë. Shkollimi i tij se pati mundsinë natyrisht. Jo, ai se pati mundsinë, ai do shkëlqente. Po, sigurisht. Por ai është produkt 100% pur, i pastër i shkollës shqiptare. Është e vërtetë, ai ka qenë një nga studentët e shkëlqyer të Shqipërisë. Po jo, po është produkt i yri. Sepse gjithë këta që kanë drejtuar Shqipërinë nuk kanë qenë produkt i pastër i arsimit shqiptar, i shoqërisë shqiptare. Tani, si komenton këtë që gjithë këta që na kanë drejtuar ne kanë ardhur nga jashtë? Shiko, ne e para nuk i kemi pasur institucionet e formimit dhe të edukimit dhe të konsolidimit intelektual. Pra, shoqëria shqiptare, institucionet perfekte të filozofisë, sociologjisë, politologjisë, të drejtësisë e tjere, nuk i ka pasur të konsoliduara. Edhe në këto 40 vite të komunizmit, kanë qenë të cunguara përgjithsisht. Me përjashtim të shkencave teknike, që kishte një hapësirë më ndryshe, pak më të lirë, pjesa tjetër ka qenë në kolaps. Kështu që në përgjithësi, ata që kanë mësuar, ti shiko sot, shumë, ne na dalin në televizor e pasere, djemë dhe vajza tanë që kanë arritje të jashtëzakonshme, janë brillant, janë lucide, janë shkëlqyer, janë brillant me sukseset të jashtëzakonshme, të cilët do t'i duheshin shumë vendit po të vinë këtu. Po vetë se ka një gjë që duhet ta them. Kjo kurba e migrantit duhet diskutuar edhe politikisht. Çfarë ndodh?
një njeri mërzitet këtu, për arsyet caktuara, qoftë ekonomike, qoftë sociale, për sistemin e vlerave, ku diun, dhe ikën. Ikën me shpresë se atje do gjë një gjë të mirë dhe do stabilizohet. Jo të gjithë që kanë vajtur në emigracion janë integruar në jetë, sepse ka probleme. Është problemi nacionalizimit, është problemi i adoptimit kulturor, është problemi i integrimit të plot. Janë shkallë të cilat një emigrant andej nuk i realizon dot me njerë. Dhe jo të gjithë e kanë fatin të i realizojnë. Ka prej tyre që dështojnë. Jo, nga këta, profesor, rrim pak të këta, nga Skënderbeu te Edi Rama. Po jo me... Këta që kanë ardhur nga kanë drejtuar Shqipërinë. Po sigurisht. Dhe kjo nuk është në një keqe, është gjë shumë e mirë që kanë ardhur njerëz të Ismail Qemali erdhi nga Istanbul. Po, ishte elit. Pa disu ishte governor, ishte guvernator. Ahmet Zogu erdhi nga Vjena. Ka qenë nepërsia kulturore që kanë pasur dhe kjo traditë e parashikon që të vijojë? Pra këta ne do na vi shpëtimi gjithmonë nga jashtë, nga shqiptarët që studiojnë jashtë, që kanë jetë jashtë. Unë mendoj që historia nuk përsëritet dy herë, po përsëritet qesharake. Kështu që kam përshtypje që tani do t'i kemi nga vendi jonë, do t'i kemi nga ne. Po ajo Ermonela Jao, që babajn e ka nga Skrapari dhe maman nga Vlora jote, dhe kur këndonë në Metropolitan... Me babajn e ti kemi qenë shok shkollën në universitet, me temin. Për filozofi kam baruar dhe tem Jao. Përshëndesim Ermonelën dhe gjithë familjen e saj, nëse në ndjek, dhe të këndosh në Metropolitan Opera, në La Scala, në lloj skenash, do dhënë, ajo nuk e ka menduar që ta bëj këtë politikisht, po profesionalisht. Sigurisht. Edhe në një farmyre, këto janë pjesë të krenarisë tonë kombëtare. Do më thënë, ne mburemi me... Qëfar e shqiptari, e kupton qëfar? Një vajzë, e pas keni pasur shok, mik, babaj... Burë i thjesht, një burë shumë i thjesht. I ndershëm, i thjesht, i pasur, me nën nga Vlora, sepse ajo është nga Kanina, do më thënë, arrin në... Majat, në Majat. Soprano me mirë botë. Si do ta përkufizoje sot adoleshentin shqiptar? Sigo, unë do ta përkufizoja në shumë mënyra të ndryshme, po përqej të përmend një sociolog të shquar francez, shumë i dashur për mua, Edgar Morin, ose Morin, se i përdoret në dy mënyra, i cili thot që adoleshenca është hallka më e dobët në zinxhirin e shoqërisë. Kurse unë them që adoleshentët e sotshëm janë produkt i kohës dhe janë me materie tjetër. Adoleshentët e sotshëm nuk janë adoleshentët e djeshëm. Që do të thotë, unë them gjithmonë që adoleshentët, shpesher ankohemi për adoleshentët, edhe unë ta thash pak përpara, se të uleshim në një shkollë në Chicago, rasti me Barack Obamën, shkoj në gjimnazat jetë të Chicago, se dhe i pyeti ata dhe ata filluan të ankoheshin për adoleshentët. Këta adoleshentët janë rebela, këta s'dëgjojnë, këta në prishin mësimin, këta. Edhe Barack Obama i dëgjoi, edhe mësuesët dhe prindërit, dhe u tha, shiko, këta fëmijët janë fëmijët tanë, këta adoleshentët janë adoleshentët tanë, pra ne me këta do merremi. Kështu që në këtë kontekst, unë them që adoleshentët e sotshëm në një farë mënyre janë viktime rrethanave në të cilat jetë absolutisht. Ata që duhet të ndryshojnë... Po, jemi ne? Jemi ne. Duhet të ndryshojnë parimet e prindërimit, të komunikimit pedagogjik. Ore, qa kanë adoleshentët? Pse u rejnë? Po të vini re, adoleshentët sotshëm konfliktet i kanë me prindrit të familje dhe me mësuesët në shkollë. Sepse këto janë dy institucionet disiplinës landi. Pra, institucionet dhe shkolla... Më falë që po të them, se unë e kam timbir adoleshent. Në mua nuk më lejohet të isha adoleshent. Nga fëmijë direkt i rritur. Je dakord të? Është e vërtet. Ku më lejohet mua të isha adoleshent? Adoleshent me ato të adoleshentit, që çdo gjë e bën për herë të parë. Adoleshenti çdo gjë e bën për herë të parë. Sigurisht. Si t'ja shpjegoj unë timbir këtë? Sigurisht. Se falë Zotit, nuk e kam të këtyre probleme, nuk e kam fare. E jam shumë krenar. Shiko, unë gjykoj që marrëdhëniet me adoleshentët duhet jenë marrëdhënie fleksibile. Domethënë, duhet jenë empatike. Koha, unë e kuptoj, ti je non-stop, s'të zë shtëpia, të zë në darka, ku di kur të është reduktuar koha e prindërimit. Pra s'kemë aq kohë nge që t'ulesh me djalin t'i bësh psikoterapi, sociopedagogji, e tjerë. Nuk e ke. Pra në një farë mënyre, ata rriten në mënyrë intuitive dhe janë në presionin
e fort të rrugës. Pra në një farmirë, absolutisht, ajo kështjell që ti ndërton atje në shtëpi, dhe që je i bindur dhe që ajo dhe në shëndit thot, po, të thërmohet, sa po vete në shkollë, patjetër gjën goditje, gjën kundër goditjet antiedukative, rrjetet sociale të cilat janë kthyer toksikësh, helmi që rrjet zhvillimi i fenomeneve të bullizmit. Ishe dakord me mbylljen e TikTokut? Jo, nuk jam dakord me mbylljen e TikTokut, sepse unë jam kundër koncepteve ludite që e ka fajin teknika. Nuk e ka fajin teknika. Teknika është e përsi, është një gjë mrekullueshme. Fajin e ka kultura e përdorimit tyre. Kështu që në vend të merremi me prerjen me pinca të rrjeteve sociale, nuk i presim dot. Nuk fiket interneti, ka thënë prap Barack Obama. Se i kanë thënë prap, nuk mund të fiket interneti. Se i thanë edhe atje ky debat, që po na i shkatërron, nuk fiket. Merruni me kulturën e përdorimit të tyre. Kështu që unë mendoj që ne ka filluar nga të themi një hipertrofi, një lloj idiotizmi për përdorimin e rrjeteve, teknoprofeci. E dini ju që sot, me që nuk merremi dot me fëmijët, me edukimin e tyre, nga që s'kemi kohë, s'kemi nerva, etj, kemi filluar të besojmë duke i dhënë celularin. Hajde të dalim bashkë, shikojmë lokal, fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, domethënë vetëm për mos bërë zhurmë, e kemi gjetur si drogë. I japim se drogë është. Absolutisht. Drogë elektronike. Neto. Nuk është drogë elektronike. Krijon çdo gjë i dashurlandi që krijon varësi, prandaj quhet drogë. Se ne na kanë bërë emri drogë për heroinën, kokainën dhe hashashin. Jo. Me përkufizim. Drogë është çdo gjë që të krijon varësi. Edhe mishi pjekur, po të hash ditë për ditë, ta kërkosh ditë për ditë, në drogë bëhet, po bëj një shaka tash. Pra çdo gjë që përdoret në bëri, alkooli, duhani, mishi pjekur, ai një vlonjat që me mishin e pjekur, nuk thot peshku, si thaj lundërtari që kishte vajt vitet 20, gjitha portet e botës. Vajti Vlori vun mish të pjekur, tha. Gjitha portet vajta, tha këtu, vetëm këtu nuk vun peshk, tha. Dhe sociologu nga Vlora thot mishi pjekur, nuk thot peshku. Zoti Tushi, tani kam një pyetje personale. Ka ndonjë gjë nga këto që ti këshillon, bën dhe nuk i zbaton, edhe thot bashkëshortja, fëmijët, thon, o babi, o burr, ore ti atje shumë i ligjeron, po sikur s'po i bën në shtëpi këto. Kjo është pyetja për shikoj, gjithmonë ka një keq kuptim midis profesionit dhe individit. Dhe zakonisht kërkojnë njerëzit të jenë të identifikuar. Tash unë kur dal në televizion që më pyesin ndonjëherë në gjithë, them që ore unë këtu nuk kemi ardhur të tregojmë mëkatet tona. Gëzim Tushi pas ka mëkate. Po s'ka njeri pa mëkate, vetëm hipokritët janë pa mëkate. Ku ka kështu qenie luçi dhe i shkëlqyer në absolutisht. Kush kam shumë mëkate, ai që beson në Zot apo ai që s'beson? Nuk kam ndonjë preferencë. Unë jam sekular, jam laicist, besoj më shumë tek arsyeja, Beson në Zot? Në mënyrë intuitive, jo të jem praktikant ose kështu. Domethënë me atë iden kur arri, ka ca gjëra që nuk i shpjegon dot, dhe ka gjëra që nuk i shpjegon, që s'po i shpjegon dot dhe shkenca, për shembull, apo dhe leximet që bëjmë me tjerë. Ka një moment pikërisht pjesa e errët të thua që mund të jetë ka nga ata që besojnë në mënyrë nominale, besimtarët shumë të nderuar. Shiko, feja është gjë e mirë. Se nuk duhet të them për këtë. Është në kohën që në botë, në shoqëri janë rrëzuar të gjitha metanarrativat e mëdha, të gjitha ideologjitë. Edhe ideologjia liberale është në krizë, si është e fundit ideologji e madhe. Nazizmi, fashizmi, komunizmi. E ke ndjerë vetë Zotin? Se dëgjova? E ke ndjerë vetë Zotin, e ke kuptuar që pra intuitivisht thash. Pra të ka ndodhur diçka që ti ke thënë që kjo është çështja e Zotit? Ka raste. Ka raste, patjetër që ka raste. Tani kthehemi te ajo. Ç'a të ka thënë bashkëshortja juaj për këto që flet edhe me ligjërim? Domethënë edhe ata, po mirë ti i zbaton të gjitha këto që thua. Tani shiko, dhe unë thash pak përpara, në përgjithësi si tip kam pasur pozicione pozitive, kam qenë normal në këto, në marrëdhëniet familjare, tash çka kam të punë, në mund të quhet keq që punoj shumë, që regjimin ditore kam non stop pa pushim. Domethënë nuk kam qejf këto shoqëritë e tepërta, këto bravurat e jashtme, këto socialitetet për shembull, edhe kur janë njerëz që nuk i dëshiroj për shkak të humbjes kohës. Pra
sot çështja e rendimentit është çështja kryesore për njeriu. Shpërdorimi i kohës, shpërdorimi i rendimentit është i jashtëzakonshëm. Të vërtetë bën më shumë. Jo,